Ju përshëndes, padyshim keni dëgjuar për ditën e gjykimit, që sipas besimeve fetare do të vijë një ditë dhe tërë njerëzimi do të gjykohet. Madje disa thonë që nuk do të futet në një tjetër dimension si thonë studiuesit, por do të zhduken totalisht. Bile, sonte do t'ju tregoj që ka patur raste në të kaluarën, disa fise janë zhdukur vërtet. Tani po ju tregoj një nga historitë më të çuditshme dhe do të dëshiroj një koment tuaj çfarë mendimi keni. Në fund të kësaj videoje më thoni se çfarë mendimi keni. Dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Atëre, në Apokalips tregohet për ditën e gjykimit si një ditë që disa njerëz, ata që janë më të pastër, pra të pastërtit, do zhduken dhe do të bëhen njësh me Zotin, me pak fjalë. Ndërsa do të gjykohen të gjithë njerëzit që do të mbeten, sepse ata do të jenë njerëzit e këqinj. Tani, përse do të gjykohen? Do të gjykohen sepse gjithë ecuria e njerëzimit ka bërë një çrregullim të natyrës, jo vetëm të species, pra të njerëzimit, por edhe çrregullim të natyrës. Dhe kjo, si efekti domino, do të krijojë probleme të rënda. Dhe ata që do mbeten do të gjykohen pikërisht pra nga Zoti ose mirë nga natyra. Me pak fjalë, dikush thotë që do të gjykohen me vdekje. Ne nuk e dim këtë, por do t'ju tregoj përsëris edhe një herë për ata popuj ose disa vende ku janë zhdukur fise të tëra. Duhet dini që prej kohrave para erëson pretendohet për disa fise që janë zhdukur, por ajo e dokumentuara është e vitit 1300. Në vitin 1300 kishte një fis ose një popull rreth 1 milion banor që gjendej Navajo. Navajot, që është në Meksik, me fjalë, në New Mexico. Dhe këta fisi, në fakt fisi Navajo i quante Anasazi, sepse më vjen italisht. Anasazi, që këta sipas tyre ishin armiqt e tyre, pra armiqt e popullit Navajo. Sepse fjalë për fjalë do thot pikërisht kështu, pra Anasazi. Dhe çudia është që ata në një kohë shumë të shkurtër u shfaqen nga zeroja. Ishin shfaqur, disa thonë vitin 300, nuk ka fakte, janë vetëm disa materiale që janë shpikur bashkë me ta, por treguhet nga vitet 700-800. Dhe në një kohë shumë të shkurtër lulëzuan. Pastaj, në vitet 1000 e ca 1200 kishin lulëzuar në mënyrë të tmerrshme. Në fakt, përpara se të zhdukeshin në vitin 1300, ata kishin bërë dhe autostrada. Autostrada, si i quajnë kështu dhe sot, nën tokë. Kishin bërë, ajo autostrada nën tokës kishte formën, sepse është ende mund të shihet, ka formën e Orionit, pra e konstelacionit të Orionit, dhe ndonë se ishte, pra është kjo autostrad brenda tokës. Dhe pikat ku janë ndërtuar fshatrat, janë ndërtuar eksakte ashtu si që edhe pikat e Orionit. Pra, ju e dini që janë ato në formë rripi me 6 pika parafërsisht. Tani, pse po flas për këta? Sepse në vitin 1300 këta lanë një dëshmi, lanë vetëm një shkrim ku thanë që ne po ikim, po kthehemi në vendin ku na takon. S'dihet se ku, askush nuk di se asgjë, por u zhdukën 1 milion njerëz. Kjo është e vërtet. Disa vazhdojnë ende sot që të thonë, jo, por nuk është e vërtet. I lanë shtëpit ashtu si që ishin. Pra, shtëpit, si mund të quajmë, në qoftë se ke një zhvillim, sot për sot, dhe do marrësh vetëm ato që disa gjëra që të nevojiten, më të rëndësishme dhe tjera t'i lë. E njëjta gjë kishin bërë dhe ata. Kishin lënë eksaktësisht ashtu si jetonin. Dhe këto artefakte u zbuluan më vonë. Në fakt, u pretendua pikërisht nga disa studiues që ata, mënyra se si janë zhdukur, duket që sikur dikush i thërriti. Hajdeni se do ikim, me pak fjalë. Dhe tjetra është që ajo që nuk flitet shumë, është fakti që nuk u gjendën kockat, nuk u gjendën trupat, u gjendën një pjesë prej tyre, që kishin vdekur më përpara, por jo trupat e tyre. Ka ndodhur edhe më vonë, edhe në vitin 1700. Disa në një fshat francez, e njëjta gjë ka ndodhur dhe atje që të gjithë fshati ikën, bile në vitin 1980 e ca, kemi bërë dhe një emision për këtë, ka ndodhur edhe në Brazil. Një fshat i tërë
i lanë edhe enët dhe ushqimet i lanë në vendin aty ku ishin. Madje edhe në Rumani, flitet e njëjta gjë dhe për këtë kemi bërë një video. Në Rumani ka fakte të një fshati, që një fshati tërë ishte më i vogël ky se ai në Brazil, u zhdukën të gjithë rreth 400 banor, kurse në Brazil ishin shumë, duket ishin rreth 1000 ca banor, 2000 banor. Tani, pse po flas për këtë? Sepse ka dalë një film tani kohët e fundit, që ose keni parë, është The Last Man on Earth, ose The Last Human in Earth. Është një film me seri ku tregon për njeriu që mbetet i vetëm njeri që mbetet në planetin Tokë. Ju, ose sikur të mbetesha unë, ose të mbeteshit ju, i vetëmi në këtë planet. Sa do të rronit, sa do të jetonit aty. Sepse mban mend që s'ke asgjë, nuk ke për të ngrënë, nuk ke si duhet i kultivosh vetë, nuk ke njeri me këtë flasësh, nuk ke ujë, nuk ke drita, nuk ke çdo gjë, sepse çdo gjë duhet ta bësh vetë, dal nga dal do shteroj. Pra çdo gjë nuk do funksionoj më. Dhe të njëjtën gjë bë dhe ky zotëria tek filmi The Last Man on Earth. Dhe është e çuditshme se si një pjesë e madhe e njerëzve pretendojnë do zhduken pikërisht kështu. Pra siç e tregon film. Filmi hapet në një skenar të tillë që kudo që janë, dikush me vinç, dikush me avion, dikush me makinë, dikush gjenden në një moment ku gjenden, zhduken totalisht. Pra zhduken, bëhen ajër. Edhe e njëjta gjë ndodh thash edhe me këtë si në film, që tregohet që do të vijë një ditë, pra e apokalipsi, që tregon apokalipsi, do vijë një ditë do zhduket një pjesë e madhe e njerëzve. Tani, kush e ka dëgjuar nga ju dhe çfarë mendimi keni për këtë argument? Dhe tjetra, unë nuk besoj që do të zhduken njerëzit. Nuk e besoj këtë dhe ndonse e besoj që njerëzit zhduken dhe bëhen ajër. Ja u them me plot bindje këtë. Në këtë besoj, por nuk besoj që të zhduken të gjithë. Mund të zhduket 1, 5, 10, por jo të gjithë. Unë them që do të jetë një zhvillim, një tejkalim nga një dimension në tjetrin. Në fakt edhe Anasasi, ata që thosha më përpara, ai fisi, 1 milion njerëz që u zhdukën, tregohet që u futën në një tjetër dimension. E njëjta gjë pra që po i ndodh planetit Tokë ose njerëzve mbi planetin Tokë në këtë periudhë. Kështu që unë besoj në fundit që nuk është një, si mund të quhet, një apokalips njerëzish që t'i bëj njerëzit që të zhduken të gjithë dhe të bëhen ajër. Por them që është një mënyrë, pra e thënë nëpër libra alegorike, që tregon zhvillimin dhe ecurinë e njeriut në një tjetër, duke postuar ose e çuar në një tjetër dimension. Dhe shpresoj që të kem të drejtë, sepse merreni me mend nëse do të ketë vërtet njerëz që mund të zhduken. Ndoshta unë qesh, sepse nuk e besoj, si thash, por merreni mend sikur të ketë një gjë të tillë, çfarë mund të ndodhte në planetin Tokë. Nëse pres komentet tuaja dhe natën e mirë.